Fakt me arrestimin e avokatit kolegut ton zotit Bajrami nuk është një rast izoluar. Ja. Kjo është në një nga ato shumë rastet kur prokurorët në sallën e gjyqit intimidojnë ose po dëshirojnë dhe shantazhojnë avokatët. Dhe kjo nuk bëhet në privatësi, ja. Ajo bëhet në sy të gjyqtarit ose gjyqtares. Pra bëhet në sy të gjykatës. Unë këto ditë fola, padyshim, në mbrojtje të kolegut, po jo në mbrojtje të kolegut si koleg, por në mbrojtje të së drejtës, sepse ai ishte në të drejtën e tij të lishme që po mbronte klientin e tij dhe konstatoi që prokurori bashkë me oficerët e policisë kishin paraqitur para gjykatës dokumenta të manipuluara, të falsifikuara kështu me radhë. Padyshim që drejtësia në Shqipëri ka patur problemet e saj, ka patur probleme që kur ka lindur ky shtet në fakt. Ne në historinë tonë, qoftë politike por juridike, i kemi dhënë prioritet organit të akuzës, pra prokurorisë. Dhe prokurorin e kemi vendosur në piedestal ku është ai i gjithë i cili merr vendimet, është ai që të dënon, ai që të arreston, tek ai varet fati i jetës tënde. Jo, nuk është kështu miq. Padyshim që ne në historinë tonë politike kemi patur 2 apo 3 herë gjykata speciale. Kemi patur prokurori speciale, gjykata speciale, dhe nga këto sjellje juridike, padyshim me bekimin e politikës, i ka dhënë një përparësi prokurorëve. I ka dhënë një përparësi prokurorëve, të cilët që në vitin 1945, ju e dini, ku prokurorët kaluan mbi gjykatat dhe ishin ata që vendosin. Ishin ata të cilët edhe jepnin pretensën, edhe merrnin vendimin. Ishin ata të cilët shantazhonin avokatët të strukur atje tek ai cepi dhe populli atje që bërtiste. E njëjta frymë është sot. Ne ndërtuam një gjykatë speciale vitin 2019. Po gjykata speciale di çfarë janë? Gjykata speciale ndërtojnë në një shtet i cili nuk funksionon. Ndërtojnë në një shtet ku ka dalë çdo gjë jashtë kontrollit dhe mendohet që gjykata speciale dhe prokurorit speciale do të vendosin në shinat e ligjit shtetit, vendit, politikën me gjitha. Po jo, nuk që nga e thënë. Që nga e thënë që në këtë vend ta kthejmë në vend të Republikës së Prokurorëve. Po, të Republikës së Prokurorëve, ku bashkë me oficerët e policisë, OPG-t, janë kthyer në një maks për qytetarët shqiptarë, dhe jo vetëm. Problemi qëndron që ky duhet marrë fund kjo histori e tipit të Manol Konomi e 1945-s dhe Altin Dumani e 2025-s. Ja, prokurori miq dhe avokati duhet të jenë të barabartë përpara gjykatës. Po padyshim kur ka gjyqtare si ajo zonja, që në vend të fliste prokurori që shprehu aty se do arrestonte avokatin, i fliste avokatit do të përjashtonte në salla e gjyqit. Po ja përjashtoi avokatin, si mund të zhvillohet seanca? Kështu që të nderuar miq, duhet të denonconi çdo prokuror që kërcënon, shantazhon qytetarët, ku arrin dhe prokurori i thotë qytetarit i cakton dhe avokatin që duhet marrë, me qëllim që me avokatin që ai cakton të provohet akuza e qytetarit të pranojë një akuzë cilën një fakt që cilën ai nuk e ka, pra një akuzë cilën ai nuk e ka kryer, pra një vepër penale që ai nuk e ka konsumuar. Prandaj caktojnë dhe avokatët, prokurorët. Kështu që miq, dhe njëherë mos bini pre e presionit të prokurorëve, as të oficerëve të policisë, po gjeni avokatët, dhe avokatët ka plot, njerëz të mirë, të ndeshëm, me integritet që nuk kanë frikë as nga OPG-t, as nga prokurorët, as nga gjykata. Po janë njerëz që zbatojnë ligjin. Avokatët janë njerëzit të cilët ju mbrojnë pa drejtësi. Padyshim që ka dhe avokat sharlatan, po jo, nuk janë të gjithashtu. Kështu që edhe një herë miq, Shqipëria është kjo që është, por Abraham Lincoln ka thënë një shprehje: për avokatët do të ketë gjithmonë punë, jo sepse ata kënaqen me fatkeqësitë e tjerëve, por janë të vetmit që kërkojnë të vendosin drejtësi.